Kur ta pranon, shefin i pranon orarin që ta vendos shefi. S'ka me thonë, unë e pranoj shefin tem, veçone heq shefit kur gjose këshirën. Qatë dojnë e thotë shefi? Hajde në orat caktum, jep, do orat caktum. Hajde në orat që ka aqë, jo. Hecë bënë qëtë punë, jo. Hajde këta, jo. Edhe në fund të muajt, kur shkon kjo frajeri të shefi, a marr rrogën, jo. Pse jo? Po s'ke punu kur gjatë, që ka me të shpërbli unë e ti? Ta është i paramenaje, ky mi i thonë shefit, o shef, nësë kujto se këta dojnë ty ma shumë se une, pa di be qëfa zemër të postër komone. E di që që komën e zemëra, be. Valla, be, lule, be, si une që du këta kurz dhe këta minafika jenë. A hanë këtë forë, shefi? E se hanë. Se hanë forën. Se shefi ti intereson puna, a ke punu të thët. E si ka marë punëtor të atyne, a pëdejnë as pëdejnë. Dhe sa shembulli Allahit është me i lartësu, që qështu për në gjajt ta musliman të sodit që thajnë unë e s'fali namaz, unë s'jam e mbulume, unë e bëj zina pira ki, për zemrën e kom pastërën e. Edhe du të zoti me madhon mu, shpërblimin me gjennet në ditë kiametit, subhanallah. E qështu për dëna? A që qështu për menën të ja?